PDK çon në prokurorinë speciale Avni Deharin e vetëvendosjes. Avni Dehari po ke shpërdor pozitën, sipas PDK-s. Të njëjtët kështu dërguan të enjtë në kallëzim penal në prokurorinë speciale pasi Dehari, duke mos e thirrë seancën konstituive, po kryen veprën penale ke shpërdorim i detyrës zyrtare. Lajmin e bëri të ditur deputeti i kësaj partie Përparim Gruda. Për Partinë Demokratike, Dehari nuk po i përmbush përgjegjësitë e tij prej datës 8 gusht të këtij viti, duke mos e thirrë seancën brenda 48 orëve. Ai kështu, sipas tyre, e ka kushtzuar thirrjen e seancës me arritjen e një marrëveshjeje politike, ndonse partitë opozitare kanë kërkuar thirrje të saj. Kujtojmë se në bazë të kushtetutës, aktit themeltar të shtetit, kuvendi duhet të konstituohet brenda 30 ditëve nga certifikimi i zgjedhjeve. Zgjedhjet në Kosovë u certifikuan me 8 korrik, kështu afati prej 30 ditëve ka skaduar. Në anën tjetër, Avni Dehari po kërkon marrëveshje politike për president që të therras seancën në fjalë, por sa afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit prej 60 ditëve aktivizohet pas konstituimit të kuvendit të Kosovës.